Kombëtarja shqiptare e Kosovës e ka zhvilluar edhe stërvitjen e dytë në stadiumin Fadil Vokri para përballjes me Turqinë. Atmosferat e Dardanët duket e shkëlqyer me plot humor ndërsa dëgjonin instruksionet e Franco Fodas para sfidës me turqit. Për dallim nga Turqia, që rrezikon të jetë padyshen Hakan Çalhanoğlu e Merih Demiral, Kosova i kishte të gjithë lojtarët në stërvitje, kësaj nuk pritet të ketë ndonjë mungesë të momenteve të fundit. Futbollisti Fisnik Aslani thotë se janë gati të japin më të mirën për të mposhtur Turqinë në finalen e play-offit. Sipas tij, triumfi i fundit në Slovaki u ka rritur vetbesimin lojtarëve dhe këtë janë të gatshëm ta dëshmojnë. Besoj që fitoria na ka dhënë shumë vetbesim, kështu që të martën kundër Turqisë shpresoj që kena me bu një lojë shumë mirë, kena me marrë këtë tifost nga të vetit edhe shpresojmë që fitojmë lojën e shkojnë në kupën e botorit. Portieri i Sassuolos, Arjanit Murić, ka premtuar se Kosova do të bëjë gjithçka për ta mposhtur Turqinë. We are ready for the game and it's going to be a beautiful day in Pristina and we'll give everything to try to get this win. Of course we believed in it, like in previous interview I said that till the last moment it's not done and we arrived now here, no one accepted us to do and I think we deserved it and we'll give our best to deserve to take the win as well. I think the fans and the supporters have been great, gave all for us, so even they stay like they were, we are very grateful for it. Përndryshe, Kosova do të zhvillojë edhe një stërvitje ditën e hënë, e cila do të jetë e fundit para ndeshjes më të rëndësishme në histori. Kujtojmë se përballja e zjarrt mes Kosovës dhe Turqisë zhvillohet këtë të martë nga ora 20:45 në tempullin Fadil Vokri, kurse secila kombëtare që arrin fitore atëherë do të sigurojë biletën që ta shpije në kampionatin botëror 2026.